Cili është qëndrimi islam për një grua që përdor hapa apo medikamente mjekësore në mënyrë që të ndërpres ciklin menstrual që të agjerojë Ramazanin të tërin? Hapat janë shumë të dëmshëm. Themi se cikli menstrual është diçka që ka caktuar Allahu për vajzat e Ademit a.s. për gjitha gratë, pra je e kënaqur me atë që ka shkruar Allahu i lartësuar dhe agjëro. Kur nuk të ndalon gjë prej agjerimit dhe prish atë, kur ke arsye që të ndalon prej tij, duke qenë e kënaqur me atë që Zoti ka caktuar për ty. Disa grave u vazhdon rrjedhja e gjakut dhe nganjëherë i ndërpritet 1 apo 2 ditë e përsëri rifillon. Cili është gjykimi për këtë çështje për sa i përket agjërimit, namazit dhe adhurimeve të tjera? Ajo që është e njohur në Islam është se gruaja që ka kohën e saj të ciklit menstrual dhe ajo kohë i mbaron, duhet që të bëj banjo apo të pastrohet, pastaj të falet dhe të agjëroj. Ndërsa ajo që shikon pas 2-3 ditësh nuk është prej menstruacioneve, është çrregullim, sepse koha më e shkurt që të jetë një grua e pastër është 15 ditë. Disa gra shtatzëna dështojnë vetvetiu. Ato mund të dështojnë para krijimit të embrionit ose pas krijimit dhe formimit të tij. Çfarë mund të themi për agjërimin e ditës në të cilën ajo dështon dhe agjërimin e ditëve të tjera më pas, në të cilat shikon gjak? Nëse embrioni nuk është formuar ende, atëherë gjaku i gruas nuk është nga lehonia dhe gruaja duhet të agjërojë e të falet, sepse çdo njeri prej tyre, agjërimi, falja është i saktë. Nëse embrioni është krijuar bër poshnje, atëherë gjaku i saj është nga lehonia dhe nuk i lejohet asaj të falet e të agjërojë. Nëse menstruacionet e një gruaje mbarojnë para agimit gjatë Ramazanit, a është e detyruar ajo të agjërojë? Nëse gjakderdhja ndalet në fund të natës gjatë Ramazanit, ajo mund të hajë syfër dhe ta bëjë njëtin, sepse ajo konsiderohet e pastër në këtë gjendje dhe agjërimi i saj është i vlefshëm dhe duhet të pastrohet për namazin e sabahut. Nëse gjakderdhja e një gruaje ndalet menjëherë pas agimit, a duhet të përmbahet nga ushqimi dhe pija dhe të agjërojë atë ditë, dhe a konsiderohet agjërim i vlefshëm, apo duhet ta kompenzojë atë ditë më vonë? Nëse gjakderdhja e saj ndalet në kohën e agimit ose pak para saj, agjërimi i saj është i vlefshëm dhe përmbush detyrimin, edhe nëse ajo nuk kryen gusl deri pas agimit. Megjithatë, nëse gjakderdhja e saj nuk ndalet deri pas agimit, ajo duhet të përmbahet nga ushqimi dhe pija në atë ditë, por nuk konsiderohet agjërimi i vlefshëm dhe ajo duhet të kompenzojë atë ditë pas Ramazanit. Nëse një gruaje me menstruacione i mbaron cikli gjatë ditës, a duhet të përmbahet nga të ngrënit dhe të pirit për pjesën tjetër të ditës? Nëse cikli ose gjakderdhja pas lindjes së një gruaje mbaron gjatë ditës, ajo duhet të përmbahet nga të ngrënit dhe të pirit për pjesën tjetër të asaj dite dhe ta kompenzojë agjërimin e humbur më vonë. Ajo duhet të përmbahet për hir të shenjtërisë së kohës dhe duhet ta kompenzojë agjërimin më vonë, sepse nuk e ka përfunduar agjërimin. Obligimi është të agjërojë të gjithë ditën dhe ajo që agjeron vetëm gjysmën e ditës nuk konsiderohet se ka agjëruar.